Ambasadorët janë në një mendje kur flasin për korrupsionin që dominon në Shqipëri me konkretisht në sistemin e drejtësisë. Këtë herë ka qenë ambasadori i Gjermanisë në Tiranë Helmut Hoffmann, i cili ka lëshuar një sër akuzash në drejtim të gjyqtarëve për të cilët tha se gëzojnë makina dhe vila luksoze. Duke folur për klimën e biznesit në Shqipëri, diplomati gjerman ka dhënë një mesazh të qartë. Ai është shprehur se korrupsioni pengon investitorët e huaj. Shqipëria ka problem reputacionin. Ky nuk është perceptim, por është problem i vërtet. Është një gjë që investitorët gjerman ndonjëherë eksperimentojnë me praktika të qëndrueshme më konkurruese në treg. Kemi diçka që ka të bëjë me pritshmëritë e korrupsionit. Kur vin këtu gjithmonë lind pyetja: a do të ketë njerëz që në mënyrë të drejtë për drejtë apo jo, do të presin që t'u japësh para në dorë? Kjo është frika me të cilën mund të përballesh në diskutime të tilla. Duke folur më tej, ambasadori ka vënë theksin tek proceset gjyqësore. Sipas tij, asnjë investitor gjerman nuk ka fituar gjyqe në Shqipëri. Ka një sundim të dobët të ligjit, ka gjykatës të cilët kanë makina të shtrenjta, vila të shtrenjta. Njerëzit i dinë këto gjëra. Asnjë kompani gjermane asnjëherë nuk ka fituar një çështje gjyqësore në Shqipëri. Po çfarë mund të bëni? Konferenca e Ballkanit Perëndimor po na ndihmon për infrastrukturën me projektet e autostradave. Duhet të punojmë së bashku me vendet fqinje në mënyrë që të krijojmë tregje më të mëdha rajonale. Së treti, trajtoni ashtu siç duhet investitorët që janë në Shqipëri. Nuk po kërkoj trajtim preferencial, por trajtojini në mënyrë korrekte. Të deklarat ambasadori Hoffmann e bëri gjatë një takimi të shoqatës së konsulëve të Nderit, në të cilën u diskutua për bashkëpunimin mes qeverisë, biznesit dhe diplomatëve për thithjen e investimeve të huaja.